në shtylla e parë apo institucionet tona që ne kemi zgjedhur kanë dështuar në Republikën e Kosovës. Pse është dështim? Dështim është sepse ne mirëmi vetëm me atë pjesën ante, masi që ka ndodhur vepra penale. Ne nuk mirëm para se ndodh vepra penale. Ne nuk mirëm se para lajmërimet të hershme. Mund të ma bëni pyetje dhe shikuesit Lugaxhinit, po prof mirë çka keni bëju. Prej 2006 ne ofrojmë institucioneve të Republikës Kosovës metodologji dhe metoda dhëna për para lajmërimin e hershëm, jo vetëm për dhunën në familje, jo vetëm për vrasje. Dëgjoni. Ne jemi ka shkojmë ka dezorganizimi social ku ne kemi kërkush nuk është kamirët me fëmijët tonë që jemi ka i vrasim ngadal duke abuzuar me alkool dhe me substanca narkotike. Dhe kjo është një paralajmërim i hershëm. Kush do të më vepru? Jo ne, jo psikologja. Ne jemi ata që dhojmë mendime, ata që ju tregojmë. Këtu ka dështu Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Kulturës, Rinjisë dhe Sportit, Ministria e Arsimit, komuna, drejtoritë nëpër komuna. Pse? Ata kanë mandat veprimi. Ne personalisht me fakultetin ku ne veproj, personalisht me organizatat që ne veproj, ne kemi ofru parandalim, ne kemi ofru metoda, si zgjidhet, si parandalohen këto veprime. Dhe tash na vim për shembull te ky depresioni apo dezorganizimi social, pse ndodh? Ndodh në Republikën e Kosovës sepse ne ballafaqohemi me migrim popullit. Kur vjen te emigrimi i popullit, e shohim sepse ne kemi ndruar karakterin dhe temperamentin e gjeneratave tona në Republikën e Kosovës. Mbas asaj ne shohim se në Republikën e Kosovës jemi lodhur për këtyre krizave ekonomike, sidomos mas pandemisë dhe 6 vitet e fundit, jemi të dërmuar. Mas kriza ne shohim se kemi kaluar në varfëri dhe kemi kaluar në papunësi. Dhe kur i morëm gjitha këto elemente, dhe morëm elementën shtesë, sidomos në fushën civile kemi dështu. Dhe pse them fushën civile? Për një pronësi, për një çështje civile, me vjet tona duhet presin familjar dhe pam çka ndodhin klin. Për dështimin e atyne që e kanë obligim, e kanë detyrë, miren me atë fushë civile. Dhe neve çka na intereson tash? Neve na intereson si të veprojmë tash një tutje me institucionet tona. Sepse në këtë rast institucionet tona kanë mandatin e veprimit me parandalu këto vepra. Unë prapë ju paralajmëroj. Këta që e shihni nuk është asgjë. Sepse ndodhin. Unë prapë dhimbin, janë marrë jetë njerëzve. Ata që kanë vdekur dhimbin, po ajo dhimbta më e madhe për mua personalisht dhe për neve gjithë shqiptarët e Kosovës është familjarët e tyre, sepse ata kanë trauma, ata kanë me pas pasoja, ata kanë frikën, edhe ata i ngushëlloj, po të na thonë gjuhën shqipe, e kanë një tron, Zoti mos i sprovoft, Zoti ja vash, morën. I thojmë shqip, në aspektin teorik nuk është Zoti, do të me vepru. Na për shembull shpesh i ngarkojmë policinë e Kosovës. Policia e Kosovës ka mandat veprimi, ka autorizim, sepse atje thirret, se thomon është në aspektin shkencor, policia është aparat i dhunës. Nuk është aparat i dhunës, por policia ka mandat, ka autorizim me përdor forcën për me ardhur deri te parandalimi i të keqës. Policia ka çat mandat. Po bjen pyetja, ku janë anë atjerë, ku shoqëria atjerë, ku organizatat jo qeveritare, ku shoqëria civile, ku janë familjarët. Dhe krejt në fund e shohim që problemi bazë është zero. Problemi bazë është edukimi familjar. Pse problemi bazë, pse po them është edukimi familjar, sepse ne tash e kemi humbur besimin mbas këtyre krizave, e kemi humbur besimin të plot në institucione dhe të ne në fushën penale, në kriminalistike, dhe në drejtën materiale thirret vetgjyqësi. Vetgjyqësia është e ndaluar. Nuk është e lejuar. Po na, si qytetar, kemi thash më herë, prapëciku, për shkak depresionit dhe dezorganizimit social, humbja besimit në institucionet tona, shqiptarët, banorët e Republikës Kosovës kanë filluar me marrë veprime vetvetiu, thirrjet vetgjyqësi, me zgjedh problemet vet. Ju kisha drejtonu institucione, sepse është vepër penale, edhe nëse ki drejt. Edhe nëse ki drejt, ke vepru, është vepër penale, ke krijuar ti, ke shkaktuar veprim. Do është i ndalueshëm, institucionet kanë atë veprim.